dhe për ta sfiduar realisht lëvizjen vetëvendosje, po shohim për një model të ngjashëm me këtë që potencialisht i merr brenda grupimit vet politik edhe bashkërrugton me ta në kuptimin e mos ndarjes përgjegjësisë kur vjen puna edhe të pushtetit dhe të qeverisja e ardhshme potencialisht nëse dikush prej tyre ka mundësi me dalë para. Por e shoh këtë frym, nuk e kemi ende asnjë ofertë serioze për një bashkëpunim me subjekteve të mëdha politike. Unë e konsideroj AAK-n megjithatë një subjekt që ka strukturat e saj të mirë organizuara dhe që potencialisht mund ta bëjë diferencën. Fatkeqësisht nuk i shoh këto grupime tjera politike si subjekte ose si parti organizime me impakt madh që mundin me luajt rol të rëndësishëm përkundrazi. Subjektet më të vogla sa AAK. AAK. Për të bërë ndryshimin sa i përket potencialisht të parit në zgjedhje. Kështu që nëse shkojmë me këtë grupim, këtu qëndron logjika që lëvizja vetëvendosje nuk e sheh rrezikun për një bashkëpunimi politik që nuk është potencialisht AAK-PDK ose LDK-AAK ose dikush tjetër. Se PDK dhe LDK nuk ka edhe sens. Po megjithatë, AAK me dikë tjetër përbën sens. Dhe kam përshtypjen që nga te Atlantikut na vjen një matje interesante. Është miku i televizionit të gazetarëve, Bleron Baraliu, aktivisti ka më shumë politik dhe vërejtuesi i zhvillimeve politike që bën gjithmonë matje, e kanë drejt për drejt, është duke ndalur muzikën sepse është në Thanksgiving, apo jo, Bleron? Po. Atje besoj është... Po jo të vetë pak. Au. E lam debatin, e... Po me thonë që e ku gatu vetë. Ama. Ja, kam përshtypjen... Do m'ja nis një emision të kuzhinës, Arben. Kam përshtypjen që gjeldeti është simbolja, po. Çdo herë do të ketë një gjeldeti. Ishte pula apo gjeldeti ajo që e ke përgatitur aty? Po gjeldeti e kam përgatitur, pastaj Drenza vajza ime po e përgatit disa prej specialiteteve. Gruaja ka përgatit disa të tjera, i kemi një 30 veta. E festojnë bashkë edhe Thanksgiving edhe ditën e flamurit, zakonisht. Faleminderit shumë që na impenjove me këto ushqime. Nga kuzhina jote, jo kuzhina ku e përgatit ushqimin, por nga kuzhina e matjeve. E ke nxjerrë një rezultat. Edhe ke thënë që sipas matjes aktuale të sentimentit, vetëvendosja është 38.8. PDK është 22.9, LDK është 18.0 dhe AAK është 8.3. Ke tërhequr vërejtën dhe ke thënë që vetëm 80% atyre që votuan VV-n në shkurt deklarojnë se do ta votojnë sërish, pra. I bie që ka rrjedhur vota, apo jo? Baraliu. Po, në fakt, goqa i habitur isha me rezultatet, të drejtën para rrëth 20 ditëve, filluam me disa matje ta shohim si është sentimenti i votuesve për një parti krejt të re. Ishin disa, le të themi, sipërmarrës, profesionistë, intelektualë, pavarur që ishin të interesuar potencialisht garonin me një listë qytetare dhe në atë rast të më zbuluar që deri në 35% të votuesve kishin afinitet për potencialisht në një subjekt të ri. Prandaj, a priori nuk habitëm nga ndryshimet që i kam parë lëvizjet të votës, pra ma mendja që në 20 sa vitë fundit, veç pak, të ndalë drita se është si tash festive dhe tash to, po në sa më shpjegojmë kamerë. Do më thonë, kishte potencial logjikisht për lëvizjet të votës, për arsye se ma mendja që prej le të themi spaku prej 2012, nëse s'ka bëja, 2011 kam filluar t'i bajtë këto matje, mendoj që tash është dukshëm vota me lëvizje se çdo herë më parë. Çka nën kupton që edhe pse 20% e votuesve të vetëvendosjes duket qartë që le të themi potencialisht janë penduar, prapse kjo nuk e ul votën e vetëvendosjes sepse ka rrjedhje si nga PDK, ashtu edhe nga LDK, e shumë pak nga AAK drejt vetëvendosjes. Domethënë në përfundim, siç i kanë dhënë rezultatet që keni parë, pa i bërë disa prerje, falni se thash se prej telefonit dhe në pak po kam vështirësi,
pa i bërë disa prerje që